Thot Shekh Ibn Bazi rahimahullah, prej përgjithësisë që e ka talebja, nxënës i dijes është mos fshehja e dijes, mos me fsheh dijen që e ka, por me e shfaq, me u tregu njerëzve, me u përcjell njerëzve. Dhe pjesa e kësaj përcjelljes së dijes tek njerëzit, thot Shekh Ibn Bazi rahimahullah, pjesa e kësaj është që ai të jetë, domethënë, i përkujdesshëm që t'ua transmetojnë njerëzve të vërtetën. Dhe pjesa e kësaj transmetimit të vërtetës është edhe kundërshtimi dhe refuzimi të kundërshtarëve të fesë islame. Dhe mos e merr këtë gjë, domethënë, me lehtësim dhe duke u fshehur. Domethënë, pjesa e përcjelljes së të vërtetës është edhe qëndrimi ose kundërshtimi dhe refuzimi të kundërshtarëve të islamit. Edhe një gjë e tillë, thotë Shekh Ibn Baz rahimahullah, mos me marr ai, domethënë, me lehtësim dhe duke e fsheh veten. Por me qenë dallues, thotë Shekh Ibn Bazi, me qenë dallues në mejdan, gjithmonë sipas mundësive dhe kompetencave që i ka. Me u dallu, jo me u fsheh, po me u dallu. Me u dallu në bazë, domethënë, mundësive dhe kompetencave, që kur dalin ato armiqt dhe kundërshtarët e islamit dhe sulmojnë islamin, atëherë del dhe i refuzon ata, me shkrim ose me incizim. Dhe nuk thot në këtë rast, për këtë çështje ka dikush tjetër, ka të tjerit e bëjnë këtë punë. Jo, thot Shekh Ibn Baz rahimahullah, në raste të tilla thot ana laha, unë jam për këtë, dhe u del përballë atyre kundërshtarëve të islamit dhe sulmuesve të islamit. Nuk e fsheh veten. Kjo la yenzawi, kuptimi është, domethënë, nuk futet kështu në çosh, kështu, nuk mshefet aty mas. Po del, domethënë, në mejdan. Del në mejdan, domethënë, dhe i kundërshton me argumente. Me argumente prej librit Allahut subhanahu wa taala dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë e bën në një periudhë e duhur për me ndihmu të vërtetën. Domethënë, qëllimi i tij është ngritja e të vërtetës dhe ndihmës së të vërtetës, jo ngritja e nefsit dhe mbrojtja e nefsit. Se ka prej atyre që kur sulmohet menhexhi selefi, kur sulmohen dietarët e këtij menhexhit selefi, që ne kur flasim për menhexhin selefi, flasim domethënë për rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur themi sulmohet menhexhi selefi, themi domethënë sulmohet feja që ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur sulmohen menhexhi selefi, kur sulmohen dietarët mbarësit e këtij menhexhi selefi, ka njerëz që nuk lëviz damarit e ata. Janë të qetë, janë të rehatshëm, su lëviz damari. Po u godit personazhi i tij, personaliteti i tij, e çon dunjan këmbë. Tash do ta pyesim veten tonë në këta raste të tilla, a është synimi me të vërtetë kjo fjala e Shekh Ibn Baz li nusratil haq, me ndihmu të vërtetën, ose është qëllimi, domethënë, me ndihmu vetveten, e jo të vërtetën?